na kemi intervistuar dhe kemi xhiru disa prej tyne. Qysh ka qenë momenti që me vendos me bo amputime, edhe ku je mësu thjesht me vepru në ato rrethona të jashtëzakonshme. Ku ka qenë që ajo përvoja, po du me ndoa dhe për shikus, me thonë qysh merr vendim një doktor për me amputu një kom në rrethona të jashtëzakonshme. Kur dije që ato janë bo me disa sharra të vogla. Bon sek. Shara që ma ka dhënë një vendas nga Irak, një Baci Halim, i cili ka punu në Gjermani dhe i kishte atë bon sek sharë që prej në hekur. Me ato i kam amputu këmbët, po vendimi nuk është edhe ku me ditë sa i shtirë ta marrish, po kur e shef që lëndimet e mëdhaja janë edhe frakturat po dihet mu dhe e në të gjakët atërë, po kum pas edhe raste që ku më amputu mas 3 muaj dite. Aja vija demarkacionit, kur plumi ose prella ka lëndu në kryesore, dhe ka fillu atërë nekroza të pjesës periferike, të shkon dejtë ku ka ardhur plumi. Dhe të atërë jim shku disa santin mbi aty dhe kum vendos, sepse pacientët e tillë janë intoksiku, kanë hup në peshë shumë, që është rasti në i malaj. Ka qenë një rast shumë interesant, pasi ati 2 herë, apo 3 nëse s'gaboj. Jo, ai një herë, po kë Fejm Krasniqi 3 herë, po. Ai ka qenë rast i Iran, është 3 herë, po ai është bën kuptohet me narkozë. Mas pari e kemi bën, nuk dëshmi ta amputojmë kamën, po ta pastrojmë prellat e hekmi, ta pastrojmë mirë, po na nuk i kemi ditë që është dëmtuena, se në fillimisht i smunësh me ditë, se kama kur është e ajën ti pulsin smunësh në pjesën periferike, ta palpon. Masanej, ku e kemi pa që nuk po shkon mirë, edhe nërë gjumë e kemi amputu, dhe më tha mas 1 muaj e diçka. Ku më amputu, edhe dëshirojsha që pjesa nërë gjumë dikun 14 apo 13 cm, është ideale mu proteza mu kap, mu ngjit, dhe më tha, dhe tani e ki nyjen e lirë, edhe pacientin nuk shifet që ka. Nëse është një protezë e mirë, atëherë është ma mirë një protezë e mirë se sa një kamë e shtremt. Nëse s'gaboj gjermënët e kanë thënë këto, thojnë. Edhe më pas kemi pa që është fituar osteomielit i nyjes, i gjurit, prap mas 1 muaj e gjysmë është amputu bigju. Kjo 3 herë do më tha, kuptohet me narkozë, fejimin e kemi ba. Sepse vazhdimisht ka rjedhë qelë për jashtë. Edhe tani me ato kemi përfunduar dhe është gjithë problemi. Sot fejimi jeton, ka kriju familje. është në shëmirë. Cili rast ka qenë pa narkozë? Pa narkozë, na kemi thamë paraprakisht që kemi lëviz, kemi vepru në 3 zona operative,